Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Unë quhem Majlinda, për ju që po më shikoni për herë të parë, e nëse keni dëshirë të bëni subscribe, nëse ju pëlqen kjo video ose nëse do shikoni ndonjë tjetër pas kësaj, patjetër që jeni shumë të mirëpritur. Nëse jeni ndjekës të tjerë, dini që ky është, si me thënë, vazhdimi i vlogut të ditëlindjes, sepse nuk për ndonjë gjë të premten që kisha ditëlindjen, se ishim punë gjithë ditën, kështu që vetëm festuam në shtëpi me tullumbace, tortë edhe kështu ashtu, siç e keni parë. Edhe kisha mbyllur, kisha prenotuar për sot që të shkojmë horse riding. Kam bërë vetëm për vete dhe Alinën, sepse Roelin nuk donte. Ndoshta nga që ka frikë lartësit dhe mund t'i duket, nuk e di se si, por do vinë normalisht bashkë me Erionin, se s'do ta linim vetëm, edhe se pam dhe videot paka shumë qa bëjnë atje, kështu që do na shoqërojnë, besoj duke ecur, dhe unë me Alinën të jemi në kal. Me shumë mundësi Alina në ndonjë poni, sepse i përshtasin varësit moshës, peshës e të gjitha. Edhe jemi bërë gati të shkojmë. Koha është shumë e çuditshme, ka thënë shi, por nuk po bie shi, është vranët. E ka dhënë për shumë ftohtë, por nuk duket shumë ftohtë, ose mbase jemi brenda shtëpisë, kemi dalë akoma. Do pyesim Erionin se shkoi që të qethet dhe kur të vi do i themi a është shumë ftohtë jashtë. Anyway, un kam vënë kapuç, sepse atje vendosin edhe helmetën. Nuk e di nëse do më vendosin mua. Alina! Por që nuk kishte point që të rregulloja baluket, kështu që i kam kapur dhe kam vënë kapuç. Kam provuar mbrëm, do ju le video tani, një brush, por nuk ja kam marrë dorën akoma, por që për t'i bërë kështu wavy të rregullta, se wavy të çmendura i kam vetë flokët, crazy wavy. Edhe kam provuar edhe kam fjetur, mbase duhet i kisha vënë një llak ose një gjë, se unë nuk i stiloj flokët, unë o i bëj të drejta o i mbaj siç e kam ose topuz lart, kështu që mbase do filloj ta përdor më shpesh atë brush, kishte 3 koka të ndryshme. Edhe nuk është për t'i tharë, është për t'i stiluar. Hello, Chiki. Jemi munduar, kemi bërë ca detyra në mëngjes. Njëri ankohet, tjetri i bën shpejt, e kanë me radhë. Alina! Edhe Alina me K-pop Demons 24 orë. Edhe kështu, kam veshur këtë setin, kam marrë nga një dyqan, këtu ku jetoj, nuk është i ngjashëm me ato të shenjtë, besoj, po që është i trashë të mban ngrohtë, edhe ka një lloj edhe nuk e di se çfarë xhupi do marr, mbase do marr një elek dhe në varësi të xhupit pastaj do vendos për çizmet. Edhe kështu do ju marrim me vete, po derisa të shkojmë në atje do vendos klipet e tjera që bëra nga tje. I kam nxjerr këto gratitude cards, ka shumë kohë, edhe nuk, domethënë i ka përzier Alina të gjitha, por tani kam vendosur që çdo ditë të vendos nga një nga këto në story në Instagram, edhe sot qelloi kjo. Enjoy the little things, for one day you may look back and realize they were the big things. Shihoni gjërat e vogla, sepse një ditë mund të ktheni kokën pas, po themi, mund të shikoni pas, edhe do kuptoni që ato kanë qenë gjërat të mëdha, edhe më pëlqen shumë kjo. Një e shtun produktive, kam bërë kosin, po e kam vënë te kjo ena, e duhet marrë ca enë me kapak, që kam një, po e kisha të zënë, sa kjo është si madhësi, po që duhet marrë ca enë të tjera, që edhe nëse bëj më shumë sasi, ta mbaj në enë në frigorifer gjithë javën. Vazhdojmë me një të shtun produktive, me rroba që thahen, e të tjera që të lahen pasi të mbaroj kjo, një si kjo e palosa. Vazhdojmë produktivitetin, të bëjmë kima, mishin e grirë për makaronat. Do e mbaj unë kutinë nga vetja ime. So, Alina, do fusësh dorën. Po 6 letra janë më. Thjesht do e mbaj unë kështu që mos ta shofi Alina. Prit. Sa letra janë?
2, 3, 4. Ku I keni lënë tjerët? 5, 6. Okej, Alina. Fute dorën edhe merr vetëm një. 1. Nxjerrë jashtë. Të shikojmë. 20 minutes TV. Remember a 10 minutes iPad. Well, you don't know se që do të qëlloje. Hajde, ullu aty, fute dorën, ullu si Alina. Të thash që ta bëj I pari se mund t'i qëllon të Alinës. Fute dorën. You can shovel them up. Kaq. Zgjedh një. Okej. Yeah! Well, I have 20 minutes. 10 minutes. I have 20 minutes. I have 20 minutes. I have more. Ti ke televizor. I have more. Tani. I have 20. Shiko sa I bukur është qielli. Arritëm. Ambulancë është kjo? Ja. Po herën tjetër do e provosh, mami? No, Po ta shikosh një herë si është? I just don't want to. Okej. Ha, Alina, të pëlqen outfiti. Pa qup. Jo çdo ditë, po është si klabo, mami. Nëse do që të bësh të kalerosh, do e bën booking dhe vjen çdo javë ose kur të jetë. Këtu bëjnë ato horse racing, shikon që janë si fusha. Kurse ne besoj do shkojmë. Ja ku janë, këtu janë ca njerëz që mund të pyesim. Shiko sa të bukur që janë. Okay. I'm not going on that. Jo te këto, mami, ti të shkosh te një I vogël. Did you get sent a book? Je gati, Alina? Yeah, I've got your payment. I just need to. For some reason, it hasn't been written Se down. te so jon it's fillim. Kur pe kuaj. Still ready. The payment comes up. Ready. Thank you. Ready. Shiko janë ato ponit që do hypësh ti. He's so cute. Do you like it? Yes. Hello, Jack. Say hello, Jack. Hello. Nice to meet you. Okay, you ready? I'll be behind you, Alina, okay? Wow, you know what to do. Have you done this before? No. Wow. Okay, cool. Good sitting. We're just going to take a few steps forward and then I'll Mbaje këtë tjerën. Hello. Mund t'i vesh kamet aty, Alina. Malinda, e do telefonin? Wait, come this way. Yeah. Yes. Okay, come on. Well done, Alina. Good job, getting all that mud out. Keep going. be careful where his bumps.
Ja. Të pëlqen Alina? There is a tap outside you can clean your shoes with. Oh, get his shoulder though, right here. You see the dirt? Get it all off. There you go. Good. Yeah, go get another brush. Do you want to have a nice flat hand? Can you show me your flat hand? Glue those fingers together. You want to go your right fingers under together. his mouth, yeah? Not like this. Under his mouth. Under okay? his mouth. Keep your hand flat. Good job. Flat hand, Alina. Flat hand. Flat hand. Good job. Well done, Alina. We have 2 more carrots. We're waiting for He him will to tell you when he eat wants that another one. Look, he's telling you. Look, he wants more. Well done, Alina. Right. Let's feed another one. Remember, flat hand, right under his mouth. Flat. Good job. Good job, Alina. Nuk mund të më shofa. E mban dot pak Alinën të shofi? Ndaluan tani se po vraponi. Ja ti reali shikon nga këtu. Even closer. Po han atje. Mama, you're not. No. Kasi se janë bolës. Me që se i hadha Alina. Qëto sa i bukur është kur i dielli atje. Shkoj. Oh my God, zet the boo. Ja, chauffeur. From tears I'll give it someone else. Sa i bukur qielli o Alina. O Alina. Stop. Jo, ra borë sot. E pe borën Alina. Të pëlqeu. Ne tani po ikim në shtëpi. Se mbaruam kursin. Pocket. In your pocket. Gati për të bërë macchiaton time. Kam marrë këto sot që ka qumësh dhe kafe, edhe jo sot gjithë javën në fakt, nuk e di kisha marrë gabimisht, po hajt më shtyhet. Edhe po haj një sanduiç që e kam bërë vetë në shtëpi. Dikush kishte lënë kafen brenda, kapsulën jo kafe. Po flokët e mia janë o zot. Kemi kurs edhe sot. Nesër nuk kam kurs, kam takim. Edhe gati që të bëjmë kafen. Welcome aboard. A më shikoni, s'më shikoni? Çfarë jave? Edhe çfarë jave na vjen. Kam ngritur çdo gjë sepse dua të vendos pemën e vitit të ri, pemën e Krishtlindjeve. Edhe e di që është herët, se është data 21 nëntor,
por javën tjetër nuk kam kohë në fundjavë, se kemi 2 ditë lindje, Reli ka futboll në mëngjes, edhe vetëm lavatriçesa janë për të bërë në fundjavë 1 milion gjëra. Dhe kam gjithë javën shumë të zënë, sepse nuk ja kam thënë, por bashkë me kolegen time, po bëjmë edhe kurse pas shkollës për fëmijët e nurseryt edhe reception. 3 ditë në javë, të martë, të mërkurë, të enjte, janë 3 kurse të ndryshme, exploring painting, design and construction, edhe movers and shakers. Kështu që unë dal nga puna paka shumë rreth orës 5, të martë, të mërkurë, të enjte, edhe është javë shumë e zënë. Të hënën do i bëj thonjë të asaj koleges time, se kemi drekën të premten, jo drekën, darkën e Krishtlindjeve, nuk e di, do e bëjmë me 28 nëntor, kështu e bëjnë ato më përpara, se dhjetori ka kalendar shumë busy me programet e shkollës edhe çdo gjë që bëjnë për Krishtlindjet, shfaqje, show-e të tilla. Kështu që të hënën do i bëj thonjë të asaj, të martë, të mërkurë, të enjte kemi kurse, të premten është ajo darka, pas pune, normalisht, edhe të shtunën prap party, të dielën party, kështu që nuk kam kohë ta vendos javën tjetër, edhe më janë bërë dhe thënjt e mi, nuk e di, do me thënë si kam lëndë njerë kështu, se jetë i kam kricur, dhe nga i ftohti është tharë shumë lëkura dhe kutikula, dhe mbase dhe ajo ndikon, anyway, se nuk ka lidhje me këtë, kështu që jam shumë e zënë, edhe dua ta vendos pejmën tani, sepse më duket shumë pak ta mbaj vetëm 4 javë për vitin e ri, edhe më shijon, nuk e imagjinoni sa më shijon ajo kafja e mëngjesit, edhe çdo gjë, kur kam pemën, dritat, unë edhe filmat nuk është se i preferoj, ose të shoh televizor, por kur është pema, më pëlqen të shikoj Christmas movies edhe kështu gjërash. Kështu që jam ullur këtu, imagjinoni as syzet nuk i kam hequr akoma, Relin e Alinën i ka zënë gjumi, janë lodhur edhe ata, edhe kjo javë ishte prap u bë java e 3 që po i bëjmë kurset, kemi edhe 4 javë, se janë 7 sessions. Që do bëjmë, deri sa të mbaroj shkolla, do më thënë për Krishtlindje, dhe edhe këtë javë ishim e martë, mërkurë, enjte kurse, madje të martën, kemi mbaruar akoma më vonë, sepse kisha mbledhje me takimin me mësuesen, edhe për Relin dhe për Alinën, edhe kemi mbaruar nga ora 6:20. Sot që është e premte, unë kisha atë takimin për ID check, që nuk e di, është një lëmsh, do me thënë, nejse e kisha lënë takimin 4:30 dhe i mori kolegja ime, që ka dhe gocën klas me Relin, i mori Alinën dhe Roelin, e ka shtëpinë shumë afër me shkollën, i çoi edhe te parku edhe ishin kënaqur. Kështu që shkova mbarova punë atje, erdha shpejt, nuk u vonova dhe shiqyr nuk ishte rradh shumë. Thjesht bën skanon pasaportën, bën foto, kam dalë totalisht si në gjumë, sepse po mundohesha të shikoja si ku është kamera ku të shikoj, nuk e di, dhe i thash asaj mund ta bëj prap, jo tha nuk e pranon më sistemi, thash me veta as më intereson hiç. Me shumë mundësi, nëse është për të udhëtuar në aeroport, ashtu të më shikojnë si për gjumshëm, kështu që është okay. Vendos dhe shenjat e gishtave. Unë këtë aplikimin e kam bërë kur doli kjo gjëja me e-visa, e mbaj mend që vjet në dhjetor, që provova ta bëj për Relin dhe Alinën, po ato kanë pasaport greke, kështu që nuk kishin nevojë. Kur bëra aplikimin tim, nuk e mbaj mend saktësisht se çfarë më doli, që un kam bërë këtë aplikimin, që as vet nuk e di fix se çfarë është. Nëse e mbarova e hoqa qafe, nuk kam paguar asnjë gjë, sepse takimi normalisht është falas, por dokumentat i skanova vetë gjitha nga telefoni, edhe i dërgova aty me email, kështu që e hoqa qafe me pak fjalë, se u zgjata shumë. Edhe kështu që thoni ju,
Tani duhet t'i fus një fshes me korrent sallonit këtu, dua të vendos dhe dritat tek muri, siç i kam patur vjet. Edhe ju kam thënë Relita Alinës mbasi ai gjeni pemën gati nesër në mëngjes, se më ndihmuan për të sistemuar pak gjëra, edhe po kërcenim këngët e Krishtlindjeve. Edhe tani do i fus një fshes, edhe e di që ka shumë punë pema dhe jam shumë e lodhur, por dua ta shijoj nesër, kam darë mendjen, kështu që do ta vendos. Ndërkohë Erioni po los futboll. Po në përgjithësi edhe Reli ndihmon te pema, domethënë sa për tu angazhuar, jo që e ka kështu. Kurse Alina Alina mbaj mend vjet, e ka zbukuruar gati të gjithë pemën. Këto ishin edhe të rejat tona, lajmet tona, dhe kam kaq shumë gjëra për të bërë. Nesër e kam me dy mendje, duhet të marrë dhe dhuratat e atyre që kanë ditëlindjet, por dua edhe që një ditë ri në shtëpi, sepse janë shumë lavatriçe dhe hekur për të bërë. Dua edhe të dalë të eci, sepse kam kohë që nuk kam ecur në park ose afër lumit, edhe më ka marrë malli. E bukura me dritat që kanë qenë te muri, kam çere kore që i shkatroj, t'i vendos kështu në rendin e dur, edhe më kujtua para se t'i vendos shqyr, që vitin që kaloi, nuk mbaj mend i kisha vendosur dhe nuk punuan pastaj, se i kishim gjithkohon, po thash prit një herë ti provoj para se t'i vendos. Edhe nuk më mbushin shumë syrin. Punojnë, por nuk e di, kanë qenë më të forta. Kjo për shembull, shikojeni? Nuk e di se çat ju bëj, sepse vetëm kur shtyp këtë me dorë, ndizen. Këtë po thoja, kështu punonin, domethënë. Ta shikojmë njërë çfarë ka kjo. Duket se është hapura, nuk e di. O zot i madh. Ja, vetëm kur e shtyp këtu, ndizen, shumë e çuditshme. I rregullova, më duket, se di çka kishte ajo, por punojnë, kështu që po i vendos. Shpresoj mos thyej qafën, po të paktën po thyva qafën dhe kem të filmuar. Edhe mund të pres që të vi Erioni t'i rregulloj, por po mundohem vetë një herë. Do ngjitem te tavolina te stoli, si një shkurtabiqe që jam, të ngjitem ta provoj. Patjetër që doja heq zërin, se nuk duam copyright. I kam vënë tani dritat. Hajdeni t'i provojmë bashkë. Wish me luck. No, nuk punoj. Do me thënë, punojnë, po është ajo drita e prishur. No. Edhe nuk e mbaj mend se cila ishte. E të fik dritë njërë. Shumë pak këtu. Nuk e di. O, sa i natë që më vjen. Anyway, nuk kam dërmend t'i heq, të t'i le kështu, edhe t'i shikoj nesër. Ku është ajo që duhet televizja në i gjë. Unë edhe Alina i përcollëm çunat, edhe po të kisha domethënë një kamerë të fshehtë, si ato vitet që mamat përcjellin kalamajt në shkollë dhe bëjnë sikur mërziten e pastaj sa mbylli derën e Alina. Jej, çunat le. Si bëre kur ikën çunat kur mbylli derën. Jej. Edhe ka veshur the best day ever. Në fakt duhet kisha mbyllur që të shkonim not, po kisha harruar edhe tani nuk ka vende më në të fundit që të shkonim vetëm unë e Alina, po
Ka veshur çorapet e Krishtlindjeve se kemi nxjerr. Look, look, Është dhoma ime domethënë. Është bërë dhoma ime, është përmbytur me rroba, se kemi nxjerr gjithë rrobat e dimrit, se ka bërë kaq ftohtë sa nuk e imagjinoni dot. Edhe nxjerrim bataniet e trasha e të gjitha. Por pemën e kam mbaruar, nuk ja kam treguar akoma, s'kemi vënë yllin akoma, edhe atë mbulesën që vendosim poshtë. Kështu që unë dhe Alina tani po bëjmë gjellën për drek, po vendosim lavatriçen e dytë, se këtë punë bëjmë të shtunave, ne? Lajmë 7 lavatriçe. Kafe dhe çaj. Edhe Christmas movie. do shikojmë një film bashkë të dyja. Oh my god. Çfarë ndodhi? Can you itch me here? Itch. It's because of your nails. Dashuria ime ti. Patjetër që do përdorim, prit pak Alina. Designed by Alina Pletrai. Do përdorim filxhanët e Krishtlindjeve, bobosim janë bërë thënë, nuk i shikoj dot. Tani ky çaj është fantastik me hibiskus. Edhe në Starbucks po ta merrni, nuk ka nevojë për sheqer. Nuk do këtë ti? Po which one? Ky është ai që të bën babi dhe të pëlqen moj. Oh, Yeah. This one's mine. Kështu, kurse unë të bëj kafe me qumësht. Gati jemi ne, nuk e kemi përfunduar pemën akoma, se duhet t'i vendosim yllin, edhe dritat nuk punuan, janë aty, po hajtë më. Edhe do shikojmë movie me Alinën. Oh, kujdes. Edhe atje poshtë, mos Alina. Edhe atje poshtë do I vendosim gjërat e tjera, po sa për Christmas vibes është okay. Kam veshur këtë, nuk është aq ftohtë, se normalisht janë kaloriferet ndezur. Alina është si Alina. Kam marrë nga një bashkëpunim nga vjet, por është kaq I ngrohtë. Thjesht ideja që e ke këtu domethënë. Edhe ç'a doja t'ju thoja unë tani. Dje kisha drejtuar flokët, se kisha dhe gjas me foton për atë ID check, dhe kisha gjithë javën ose gjithë kohën që as nuk bëja make-up dhe vetëm I mbaja tuç këtu lart, e kur më thot njëri nga fëmijët, your hair is different today, I like your hair today, e thash, o zot, duhet t'i rregulloj flokët gjithmonë. Bëj shaka, nuk ka ndonjë rëndësi, por domethënë kur e vën re dhe ata diferencën, imagjinoni sa e lodhur jam dukur gjithë javën, si edhe tani. Okay. Let's see, që do shikojmë Alina, Grinch, apo atë? Edhe ky është shumë I bukur Alina, që është ajo kënga që është dhe greqisht. Oh, elato, oh, Christmas tree, oh, Christmas tree. No, I said the Grinch. We all learn from Let's do the Grinch. your beauty. Grinch. Oh. Ti Alina që bërë emotional dhe ke pa këtë? Çfarë është? Wow! Kjo është për Christmas tree. Wow! Është shumë cute.